Në emisionin Fokus në televizionin 6+1 Vlora në drejtimin e gazetarit Elmal Sika, i ftuar ishte ish ministri i ekonomisë dhe financave si dhe ish deputeti i Vlorës Arben Malaj. Në një intervistë të gjatë, Malaj foli për kandidimin e tij si i pavarur për Bashkinë e Vlorës, zhvillimet politike në vend, si dhe sfidat ekonomike dhe sociale. Zoti Malaj konfirmoi se kandidimi i tij buron nga iniciativa personale, si dhe një angazhim i hershëm për qytetin e Vlorës, duke theksuar se synon të sjellë një model ndryshe drejtimi të bazuar në profesionalizëm dhe pavarësi nga partitë politike. Ai nënvizoi se vendimi nuk është diktuar nga faktorë të jashtëm, por nga bindja se Vlora ka nevojë për alternativë të re qeverisëse. Malaj tha se nuk do t'i shkel dy vija të kuqe dhe nuk do t'jetë as kandidat i Ramës dhe as i Berishës. Unë kam vënë dy vija të kuqe. Nuk do t'jem kur kandidat i rilindjes me Edi Ramën kur, për gjithë mënyrën se si ai, duke mos pas asnjë qelisht të formuese ka dëmtuar rënd ekonominë tonë dhe shpërbëri demokracinë e brendshme në PS. Kam një vit kuqe prap, sepse kam pasur kështu indikacione për të diskutuar me Berishën dhe i kam thënë Berisha është vije kuqe. Jo vetëm Berisha, po dhe djatha. Dhe Berisha është vije kuqe e para për gjithë pasojat e këtij qeverisjes tij që Vlora i është ofruar Berisha të kjo? Ka pas ndërmjetës, unë jo, mos ta teproj. Ka pas të vemi ta bisedojmë dhe kam prerë, është vije kuqe, i kam thënë mos e diskutoni. E treta më kryesorja, unë them Vlora me këtë lloj qeverisje, edhe vendore, po edhe qendrore, i ka bërë një dëm vetvetes duke u strukturuar sikur është thjesht një forcë e majtë. Në këtë kontekst, ai u ndal edhe te marrëdhënia e tij me kryeministrin Edi Rama, duke lënë të kuptohet se raportet mes tyre janë ftohur ndër vite. Sa i përket zhvillimeve brenda Partisë Socialiste, Malaj komentoi lëvizjet dhe figurat e tjera, si Eliza Spiropali dhe Erion Braçe, duke theksuar nevojën për më shumë hapje dhe debat të brendshëm politik. Duke folur për Vlorën, ai paraqiti vizionin e tij për zhvillimin e qytetit, me fokus në ekonomi, turizëm të qëndrueshëm, si dhe përmirësimin e shërbimeve publike. Tre prioritetet kryesore sipas tij mbetet rritja e punësimit, menaxhimi efikas i burimeve, si dhe transparenca në qeverisje. Malaj vlerësoi zhvillimet e viteve të fundit në qytet, por nuk kurseu kritikat për mënyrën e menaxhimit të disa çështjeve nga pushteti vendor. Ai komentoi edhe dorëheqjen e ish-kryetarit Ermal Dredha dhe punën e kryetares aktuale, Brunilda Mersini, duke kërkuar më shumë rezultate konkrete për qytetarët. Në planin kombëtar, Malaj ndau qëndrimin e tij mbi çështje të ndjeshme, si roli i opozitës, raportet Shqipëri-Greqi, pas takimeve mes Edi Ramës dhe homologëve rajonal, si dhe ndikimin e krizave globale në ekonominë shqiptare. Ai u ndal edhe te çështja konkrete si projekte strategjike në Vlorë, përfshirë aeroportin ndërkombëtar, politikat për turizmin dhe menaxhimin e pronave publike. Duke komentuar fenomenin e emigracionit, Malaj theksoi nevojën për politika më të forta ekonomike dhe sociale për të mbajtur të rinjt në vend, ndërsa ngriti shqetësimin për qëndrueshmërinë afatgjatë të skemës së pensioneve. Ai tha se qeveria nuk ka marrë asnjë mas që të mbështes njerëzit në nevojë dhe qytetarët nga rritja e çmimeve. Dhe Rama nuk mori asnjë mas. Po mirë më tani, ai çmimet u rritën dhe çmimet u rritën menjëherë, por kthehen pas shumë vonë. Tani unë blej karburant, mirë unë e përballoj, po ai fermerës e përballon. Tani ku do japësh lekët? E hoqi fare karburantin. Tha do bëjmë një skemë të plotë. Po mirë, 13 vjet, 14 vjet në pushtet, nuk ndërtohet do disa skema të qëndrueshme si financohet bujësia, si financohen kostot sociale, si përmirësohet arsimi jo thjesht me pagat, po duke ja dhënë të drejtën atij që është më i miri, jo atij që është patronazhist. Por bëj qeveria për këtë krizë? Për këtë krizë? Po. Mbështetjen sociale urgjente. Ne jemi më keq se çdo vend tjetër. E them si ekspert, nuk e them fare si politikan. Ai duhet të asistojë shtresat në nevojë në momentet reale kur ata e xhojnë paran, jo do ta jap çketi se do ta jap më vonë. Po ku do t'i gjejë ai pensionisti lekët? Se nafta u rrit, ushqimet u rritën, qirat janë rritur. Tani un kam vite që përsëris dhe do ta përsëris prapë edhe për blonjatët. Shqipëria do bëhet më e shtrenjtë, shqiptarët do bëhen më të varfër. Dhe këtë shqetësim e kam edhe për Vlorën, sepse është vendi ku qirat e shtëpive, ku kostot e tjera po rriten shumë lart. Dhe nëse nuk ka politika publike, nuk mund të vazhdohet më që të ngrihen kulla në Vlorë. Ku janë urbanistët më të mirë të Vlorës, ta studiojnë modelin e Milano 1 me Milano 2 dhe të gjejnë hapësirat ku do zgjerohet Vlora. Qofse do vazhdoj me kullëzimin, Vlora do bëhet e pabanueshme. Malaj ndau edhe elemente nga jeta e tij personale dhe angazhimi akademik, duke theksuar se përvoja në universitet ndikon drejt për drejt në vendimarrjen e tij politike.
Në mesazhin për qytetarët, Arben Malaj bëri thirrje për më shumë pjesëmarrje dhe përgjegjësi qytetare në proceset demokratike, duke theksuar se ndryshimi vjen përmes angazhimit të përbashkët.